Valët e nxehtësisë janë bërë më të forta ndërsa planeti po ngrohet, duke u kthyer në një kërcënim të madh për shëndetin, një vrasës i heshtur, siç e quajnë mjekët. Temperaturat të larta kanë shkaktuar vdekjen e rreth gjysmë milioni njerëzve në vit, një shifër më e madhe se sa viktimat e luftrave apo terrorizmit. Shumica e viktimave të valëve të nxehtësisë janë njerëz me sëmundje kronike si ato të zemrës, mushkrive dhe veshkave, të cilat përkeqësohen në kushte të nxehtësisë ekstreme. Valët e nxehtësisë gjithashtu shkaktojnë efekte të tjera negative si aksidente, ndotje më të madhe të ajrit, zjarre masive dhe ndërprerje energjie që shtojnë barën mbi sistemet shëndetësore. Më të rrezikuarit janë njerëzit që punojnë jashtë në temperatura të larta, të moshuarit, gratë dhe njerëzit në kushte sociale të vështira që nuk kanë qasje në klima apo mjedise të freskëta. Arsyeja pse nxehtësia ndihet edhe më e rëndë është lagështia e lartë që bllokon avullimin e djersës, duke penguar trupin të ftohet. Për më tepër, shkencëtarët paralajmërojnë se ndryshimet klimatike po bëjnë që valët e nxehtësisë të jenë më të shpeshta dhe më të gjata për shkak të ndikimit në rrjedhën e ajrit të lartë në atmosferë. Për të mbrojtur veten nga valët e nxehtësisë, ekspertët rekomandojnë qëndrimin në hije gjatë orëve më të nxehta, konsumimin e rregullt të ujit, veshjen e rrobave të lehta dhe kontrollimin e personave më të rrezikuar. Po ashtu, është e rëndësishme të përdoren sistemet e kondicionimit dhe të krijohen hapësira më të gjelbra në qytet. Ndërsa valët e nxehtësisë po rriten në intensitet, shkencëtarët paralajmërojnë se numri i vdekjeve nga nxehtësia do të rritet më shpejt se sa do të ulen ato nga i ftohti, duke bërë kështu që kujdesi ndaj temperaturave ekstreme të jetë një prioritet për shëndetin publik global. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.